Ilnisa Agolli reagon ashpër pas pseudonimit që i vuri Meritoni. Duket se paqja mes Ilnisa Agollit dhe Meriton Mjekiçit është ende larg. Pas një deklarate thumbuese nga ana e Meritonit, ku ai e quajti ish-partnerin e tij Ilnisa e showbizit, duke shmangur përdorimin e mbiemrit të saj dhe duke nënkuptuar se marrëdhënia e tyre nuk ka qenë serioze, Ilnisa ka zgjedhur të reagojë, jo me intervista, por në stilin e saj të zakonshëm përmes rrjeteve sociale. Në një postim në Instagram, shoqëruar me një foto të saj, ajo ka shkruar: "Qëndrimi im është më i madh se egoja jote." Një mesazh i qartë dhe as pak i koduar që ndjekësit e saj e kanë lexuar si një shuplak publike për Meritonin. Romanca e dyshes lindi në shtëpinë e Big Brother VIP Albania dhe ishte një nga lidhjet më të komentuara të edicionit, por pas daljes nga formati, gjërat morën një kthes të ftohtë. Ndarja e tyre është shoqëruar me deklarata indirekte, thumbime dhe heshtje domethënëse në media. Reagimi i fundit i Ilnisës sugjeron se ajo nuk është e gatshme të lejojë që të minimizohet kontributi apo ndjenjat e saj në këtë histori. A do të ketë një përgjigje tjetër nga Meritoni? Mbetet për tu parë.